Policia e Durrësit ka finalizuar një tjetër operacion, duke zbardhur 7 raste vdekjesh, tentativesh për vjedhje të ndëgjuara gjatë muajit korrik 2026. Si rezultat e hetimeve intensive të specialistëve për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Durrës, u identifikua e u vu në pranga autori i dyshuar shtetësi HB, 29 vjeç, banues në Durrës. Sipas hetimeve, 29 vjeçari dyshohet se me 3 korrik tentoi të vikte në 2 banesa në lagjen numër 6. Në 16 korrik, ai vogël materiale të ndryshme në lagjen 17, ndërsa një ditë më pas në zonën sektori Rinia vogël disa bizhuteri e sendet personale. Pashtu me 18 korrik dyshohet se vogël një shumë parash e produkte të ndryshme në një dyqan në fshatin Rashbull. Me 20 korrik ai akuzohet se vogël vekla materiale pune nga një automjet në lagjen numër 17 të Durrësit. Hetimet kanë dokumentuar edhe 2 raste të tjera. Me 20 korrik dyshohet se i vogël portofoli një shtese të huaj në autobus, ndërsa me 22 korrik vogël një biçikletë në lagjen numër 1 të qytetit. Materialet procedurale janë referuar prokurisë para gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për veprimet e mëtejshme.